Mirëmbrëma Shkupi. Mirëmbrëma për krahës të Vlenit. Unë jam zëri i së ardhmes, një zë që na bashkon në këtë natë të madhe. Kurse e ardhmja është me Vlenin. Unë kërkoj mirëkuptim për një vonesë të shkurtër, për shkak të turmës së madhe dhe ngarkesës në komunikacion. E që pikërisht vjen si pasojë e këtij tubimi madhështor. Unë do të zëvendësoj moderatoren derisa të arrijë vetë ajo në sallë. Pasi të gjitha rrugët janë bllokuar nga interesimi i madh për këtë tubim. Vleni gjithmonë ka zgjidhje. Pa humbur kohë, ju ftoj të ndjekim së bashku himnin e fushatës së Vlenit. Edhe sonte, si gjithmonë Vleni ka zgjidhje, madje edhe për mungesën time. Tani, para se të vazhdojmë, këtë natë madhështore dhe kaq të bukur, dua të them një gjë të vogël. Sonte nuk kemi nevojë për efektin 0.5 apo për dritat. Të nderuar shqiptar, të nderuar të pranishëm, mysafir dhe ju lider të Vlenit. Sonte jemi këtu së bashku, në këtë atmosferë impozante, për të nisur fushatën tonë fitimtare. Me një zë para jush, po prezantojmë kandidatët për kryetar komunash të Vlenit, zërin e shqiptarve në çdo cep të vendit tonë. Fillojmë me profesorin e nderuar, burrin e urtë dhe të matur, Nexhmedin Sadiku. Zërin e Likovës, me bartës liste Lirim Jasharin. Ekspertin e energjetikës dhe punëtorin që nuk njeh lodhje, Arben Etemi, zërin e Kumanovës. Me bartës liste Skënder Osmani. Ekspertin e vetëqeverisjes dhe zhvillimit lokal, njeriun besnik, Bashkim Bakiun, zërin e qytetit të Shkupit. Me bartës liste Zekiria Berisha. Humanistin, sportdashësin dhe afaristin e ri, Daud Beqirin, zërin e Haraqinës. Me bartës liste Rita Sinani Halimi. Ekonomistin e dalluar, fjalmirin, Sedat Bislimin, zërin e Studeniçanit. Me bartës liste Xhelal Ramushin. Birin e Çajirit, të palodhshëm kur bëhet fjalë për shqiptarët, Izet Mexhitin. Me bartës liste Muhamet Murtezi. Vazhdojmë. Personin që e njeh Dërvenin, të afërt me të gjithë, ekonomistin Muhamet Elmazi, zërin e Sarajit. Me bartës liste Amir Idrizi. Personin që transformoi komunën e tij, sinonimin e suksesit, Blerim Sejdiun, zërin e Zhelinës. Me bartës liste Ruhi Demirin. Të dashurin e bashkëvendasit të tij, njeriun e popullit, Daud Memishi, zërin e Tearcës. Me bartës liste Lavdrim Farizin. Menaxherin e dëshmuar, reformatorin e qytetit të tij, Bilal Kasami, zëri i Tetovës. Me bartës liste Albi Qamili. Arkitektin e njohur, njeriu që sheh dhe njeh çdo shtëpi të komunës së tij, Fatih Abazin, zërin e Bogovinës. Me bartës liste Florim Rakipi. Njeriun pozitiv, të buzëqeshur dhe plot guxim, Haqim Ramadanin, zërin e Bërvenicës. Me bartës liste Nexhati Shahini. Juristin profesionist dhe, dhe njeriun e drejtë, Mehmet Seferin, zërin e Vrapçishtit.
me bartës liste Erxhan Ajeti, mbrojtësin e qytetit në shërbim të popullit, Sebaedin Dauti, zërin e Gostivarit, me bartës liste Bashkim Hasani, ekspertin e informatikës, Njeriun Fisnik Melën, zërin e Dibrës, me bartës liste Afrim Kërkuti, sinonimin e rezistencës, Njeriun e Patrembur, Fatmir Limani, zëri i Kërqovës, me bartës liste Teuta Ahmeti Purelku, afaristin e sukseshëm, filantropin, kandidatin e pavarur të mbështetur të Vlenit, Mendi Qyra, zëri i Strugës, me bartës liste Amir Qazimi, mësimdhënës dhe arsimdashës, Blerim Islamin, zërin e Dollnenit, me bartës liste Musa Shaqiri, ruajtësin e vlerave kombëtare, Gjemil Fejzullahu, zëri i Krushevës, me bartës liste Betim Bajramovski. Në komunën e Shutorizares kemi bartës liste Enis Zekirin, në Butel, Behar Regjepi, në Manastir, Oledia Aliu, në Gazibab, Enis Zeqiri, në Zelenikov, Ruzhdi Islami, në Veles, Berat Bajramovski, në komunën e Jegunovcet, Fisnik Aliti, në Sopisht, Amet Ametovski, në Resnjë, Blerim Besimi, në Petrovec, Fuat Ajvazi, dhe në komunën e Quqer Sandevës, bartës liste Orhan Abdiu. Vlen do të fitoj bindshëm në çdo komunë. Tani kam knajtësin të ftoj në skenë shefin e shtabit zgjedhor qendror të Vlenit, një personalitet të vendosur, zërin e angazhimit politik dhe organizativ të kësaj fushate, Zotri Adnan Azizi. Krerë të Vlenit, Izet, Bilal, Arben, Zek, i nderuar krijetari i parlamentit Afrim Gashi, të nderuar përfaqësues të vetëvendosjes ministri Hisen Durmishi, i nderuar Bekim Qoku, të nderuar shefa të shtabit